u futet ti në diplomaci? Sa është gjata jote. Por ne prandajemi këtu për ta treguar. Sa shtu më bën mua aty. Sa keq më bëri mua jo, na Se? Mendoj jo, na jo që. Ti je zgënjur? Po, Që u futën në diplomaci? të them unë. Pse? Shiko, unë në Skarpar kesh erdha, në basi mbarova shkollën e lartë, erdha në Skarpar. U martova shtetër gjekjo, është familjare. Jo se punova ku që e di qfarë, po punova. U vlavdërova për punë. Nuk u kritikova për keq. Do më thënë, me sjellje të mira. 8-9 vjetë, sa vajtë. Okej, dhe si u arsim. U zhvillu arsimi. 8 vjeçaret në gjitha rrethet. Okej, jo, si u thani, hajde tani do bësh ambasador. O bash, ja dhe kjo ta them unë. Gjatë kësaj kohe, veç kësaj, u dhe të 8 vjetë, ama, shkoha në shkollën e partisë. Në shkollën e partisë. Partisë që është. Bëra komunist? Bëra pas universitar, në Tiranë. Po? Një vit. Kja ndë u ktheva, nuk vajta prap në shef arsimi, se u vendosin tjetër shef arsimi pastaj, edhe unë e barova të vëtë, edhe u mora me kulturën në Komitet e Partisë instruktor. Po? Të tërë një bëjnë në aktivitet, pa të rëbëshë shumë aktivitete, ngjarjet historike, ngjarjet konferencave. Okej, ta kalojmë, po si dhe u thirrën. Unë bëjnja, shkruaja gjithnjë, u bëjta shkrimtar, shkruaja unë, referoja unë, delja unë fotografi. Edhe është 3 herë në kombëtare, se bëjshë kombëtare gjithmonë dhe për vit. Lokale po, edhe kombëtare, dhe u njoha. U njoha dhe nga i famshmi Alex Buda? Alex Buda. O, që njeri ishte ai. Ja zakonshëm? Sa kryetari i Akademisë Shkencave, një nga themeluesit e Akademisë. Kryetari i parë. Ishte edhe një teori që më ndihmoi mua, jo se isha unë një fenomen në Skarpar apo në Shqipëri. Po Skarpar ishte një çikse Ilen Minjan. Dush mbështetur baza. Dush goditur burokracia. Po? Edhe përfitova unë, e përfituan thirë. Në një rast, morëm 18 veta nga Skrapari, u regjistruan dhe u kualifikon në universitet. Unë për jashtë, njeri për bujqësinë, tjetëri për ekonominë. Dhe ju thirrën Ministrinë e Jashtme? Edhe më sonë më fujtën mua të... Unë kësha dhënë... Ishin 5, kësha dhënë 4 provime ati. Ku? Provime pas universitare. Po? Dhe më këshin paranuar ata, më këshin paranuar. Që kryetari akademisë. Po? O, të vishë edhe kësha dhe hajde. Dhe direkt Ministrit të Jashtme, çaj gjuhë huaj njënit ju? Shiko, unë në gjuhë të huaj kësha për anglisht. Po, anglisha ishte pa vlerë të kënej. Italishtja ishte si gjuhë praktikosh më shumë, me letë dhe këto, fërgjishten, me fërgjishten punova jashtë. Okej, do të pyes për atë si e mësuat fërgjishten, po pse ju emëruan juve ambasador në Algjeri? Po, në Algjeri... Dhe foto tjetër se duhet kemi në Algjeri, foto tjetër? Po pse, më emëruan mua, unë nuk e dija, unë doja të... Jo, ajo e artës, lutem, e artës, ja, Algjeria këtu është... Unë doja që të mbaroja universitetin dhe të merja doktoraturën, të merja kandidat dhe doktoraturën. Para në 3-4 vjetë unë merësha besha profesor ose doktor i shkencave. Dhe sot e kësaj dite unë shkroja. Shikoj, gjuha Shqipe, po, gëtërmërizohet. Historia është deformuara. Fare të këne. Historianë të këne zgjohen. Ka patur historianë. Kanë vdicjet dhe gjithë, u shuan, sepse të odhën të thërë njerëzit historianë u benë e këto. Po flasë që tepër. Okej, tani, kush emëroi ambasador? Algjeria ja ku është në veri të Afrikës? Po, kush emëroi? Kush ishte në Nesinase? Ashtu. Ishte Nesi Nase, ishte i pare, edhe Reisi ishte i dyti. Zvëndsi. Zvëndsi. Të thirrën ty?
Mua më thirrën në komiteti qendror dhe këto ishim të komiteti qendror ne. Unë isha i komiteti qendror dhe si qa vetëm, unë mund të ishin 7-8-10 vjetë të tjerë. Po ata nuk rrojtën, i hoqën për njëre, vetëm një, nuk të ja them emrin, se ai ka vdek tani pas ka vdekur, i të hoqën, sepse kishim bërë gabime të shpejtuara. Gabime atje, e? Bërë gabime dhe i hoqën, janë të komitet qendror këta. Si të emëruan? Kishte një kontradikt të ministeri. Okej, si të emëruan të në Algjeri? Si të emëruan? Ashtu. Dhe më thirrën në komitet qendror, pastaj më thanë Ministri Jashtëm ti do të punosh aty. Ministri Jashtëm të përgatitesh për ambasador. Denda unë 7-8 muaj. Po pastaj? Denda me shumë bile sepse për Qartë, po dhe pastaj të thanë do ikish në Algjeri? Algjeri. Po pse në Algjeri? Gjuha më bëde frëgjishës. Frëgjishtë, ja? Më afronte. Edhe në Algjeri unë pata dhe favore jashtëzakonisht se u futa një shtëpi, jo futa një shtëpi, po në një apartament, që aty ishte një zonjë që ishte arabe, po studiuar në Francë, ata frëgjishën e kishën këshu, bashkë me të shoqin e fëmijët e vetë, edhe kishën komunikim, që bëja unë, na jepni neve me franshizë, me çmime shumë të ulta, whisky dhe cigare. Unë nuk i pija. Po që bëhe? Jo jepja kësaj familjes. Ajo jepja kësaj familjes. Ajo më jep të mësimin. Na organizonte edhe klerik, do të kurs në për frëngjishtën. Për frëngjishtën. Po ishte lejuar kjo? Po ishte lejuar se që lejuar ai më mësonte frëngjishtën mua ti. E kuptova. Mi po nga kjo erdhi një i bjallosur aty. Pas sigurimin më pas do të thënë. Po kush e spionoi? Nuk e them emrin se më vjen zor, ai nuk rrob tani, po ishte. Po thuaj emrin me qësor? Besniku i Enver Hoxhës. Nga besnikët e Enver Hoxhës. Nga besnikët e Enver Hoxhës, ë? Nga njerëzit më besnikë. Ka vëllai ka mbetur tani, vëllai është shkretari mirë, punë e tij atë. Ai do të spionoj. Po mirë, patën e pasoj? Tani që erdhi atë ku. Sevo Tarifa? Jo. Sevo Tarifa, sekretari i Enver Hoxhës. Edhe ka bërë kontroll i thërrisë ata njerëzit, rriti më thoshe se do dalë me filarin. Rriti se do dalë me filarin. Se që ishe Sevo Tarifa? Unë jam ambasadorit të shoqëroj ty. Jo, rritë dhe vetë. Tani, Sevo që ishte apo thjesht vinte për kontroll? Shiko, vinte për të qenë jashtetit, se nuk dhe do të jashtetit, po kishte si shduket që si e beja punën unë aty, sikur mos kishe në i mardhene me atë femër ata të tjera me palatin. Deri këtu, ë? Jo, s'kam të fremë të tjera. Tam dithe drita aty ku të lindet drita aty për lehena. Unë të shab, po që të dhejmë të unë. Se më lidhe mua jo. Të keqen. Po si, kalove paq, do dhe patë në i pasoja, po? Jo. Nuk patë pasoja? Jo, kalova mirë. Mirë. Tani, po, pati me një, e ashtu të pëtë, sepse kur kam ikur unë për erda në ministri, kur i ka në Vietnam, i tha i shoku tim, që kishte qenë i bashkë me te, pse e ke folur, tha, për filan, për syrian, tha, që flisje në ministri, për tha, ja, të ke i tha. Kështu i tha, ha? I ka thënë atere kur i ishja duke ikur në aeroport. Atje mora veshën. Tani, si ishin marrëdhëniet, foto tjetër, si ishin marrëdhëniet e Shqipërisë me Algjerinë dhe pse duhet kishim në ambasadë në Algjeri? Ja, këtu je me, kush është ky? Po, këto janë me Malezi. Ta shpjegoj unë. Jashtë në zezakët janë. Me ngjyrë, jo zezak, se përdorim termin zezak. Ashtu është, drejt është me ngjyrë janë. Atje kam vajtur në... Okej. Kemi dhe një foto tjetër nga Algjeria, më zgaboj? Po, që kam qenë në Algjeri. Jo, këtu është në Vietnam. Jo, bek. Okej. Tani, si ishin 4 vite në Algjeri? 4 vite, si ishin 4 vite? Kam vajtur unë, vetëm në një vend kam vajtur. Ku? Në... vrafsha vetën. Tani, në Algjeri keni qëndruar,
4 vjet ishte. Nga viti 76 deri në 80. 80, po. 83 shkova në Vietnam. Pastaj në 83 deri në 89 në Vietnam. Ashtu, atje. Kështu që në Algjeri ishte fërgjishte. Shiko, mua më kishte caktuar në vendet nordike. Ishte anglisht. I thash, fërgjisht, Edhe pasaj çuna. Tani, në 4 vite, çfarë ndodhi me marrëdhëniet Shqipëri-Algjeri? Çfarë arritët ju? Shiko, ato ishin kështu marrëdhënie ekonomike që të mund të kishe një zhvillim, pati një zhvillim, u futën edhe, sepse ishte orientimi i partisë që të futemi në Afrikë. Të futemi në Afrikë? Futën edhe, sollën edhe përfaqësi tregtare. Po pse në Afrikë? Po nuk shkone nërse ne kishim edhe një liq. Aq sa të më jap punë ty, aq dash ti. Po më shumë, as më pak. Ai thoshte, na merri edhe ti marr unë pasaj më jep ti. Jo, kaq. Jo, si ca ligje që na kanë therrur në vetën. Ca ligje të këqija, të mira, shumë. Kinezët e kanë edhe sot dofta. Ka berë, thosh, kaj të mire dhe kaj të këqia presidenti. Kaj të mire, kaj të këqia. Sa të mire ka berë dhe sa të ka berë. Hoshemili. Ose i... Okej, tani, keni një histori me Algjerin, me atë historinë asaj Anijes. Na e trego? Ja. Që është në rrezik, ti. Ishe rrezik, hë? Për kokë. Pse? Jo, po beja 4 vjetën. Po e beja 4 vjetin, po edhe diçka kështë e mbetur, ajo një thenje kështu, sa po. Po edhe 4 vjetë që po mbushja. Por më thirrën, hajde se të vdiq, është smur rend babaj, është smur vërtet. Merë gjithë familjen, nuk e mora. Merë, hajde me gjithë familjen. Ti më thore mua, ka dhe për ti të takosh të jatën, të tatë, të gjesh gjallë, hajde. Pse më thoj me gjithë familje ti? Po, kur erdhe këtu çfarë ndodhi? Nuk e mora familjen. E gjeta gjallur. Më mori reisi me... Reis Valile? Me makinë, në shpullin s'ka parë, më dërgoj do, po dhe në bajta, baro punë edhe, u këtheva, baro punë, varosëm atë edhe i. Ndeshën, më pyeti i kuadrit, po pse si more familjen, tha. Dhe me thënë, po thëshëm, si të mere familjen ti, unë do të kisha ikur, se e kishin këtë zakon. Gjeni rast, ke për smurje ti dhe hajde ti dhe merë familjen. Dërgoni një tjetër. Unë nuk e berat të më dërgojnë në atë formë. Unë e kisha këtu, të kajo që patetit, të me Meqeu. Te Ania? Po, në thiri ambasada e Kubës, mua si ambasador, nuk e ditë të tjerët, po mua më thiri si ambasador në Anijen e madhe të tyre, si e kishte jo, Hoze Marit, si e kishte. Ushtarake? Uro? Ushtarake ishe Anija? Ati kishte ushtar. Brenda, ha? Roje, hyrja ty, ushtar, parshitet e përshtetet. Dolja i drejtuesi, ma thëmë, një forë, i gjatë, me ju frëngjishte që më tingëllon të aj shpirtin, ma tingëllon. Po? Edhe më thanë, ne shkojmë në Shqipërinë, në Tiranë, tha, ashtë e herë që po vime, ke marrë orisë, do të shpim, tha, të hanës shqiptarët, tha, orisë. Orisë? Orisë, bushëm orisë. Ania? Kubaneze? Jo, Ania, tha i. Ania, nuk dhije se që ishte, po pritja ishte nga kubanët. E kubanë. Ishte kubana jo. Do dhe ti more veshë Ania do vinde në Shqipëri në Durrës. Po! Po që ndodhi? Joftim. Pyeta njerë unë, pyeta njeroje, pyeta dy, po jo kush e kështu, kush e më qikë rëgjisht, shkoni në Durrës, pyeta diket, kështu, u interesova. Edhe, thashëm, edhe në qepë kjo, edhe shkoj.
E bë një telegram e Një herë, dy herë. 2-3 herë më përsërite, po përsërite, ajo mbriti pas 3-4 ditësh në Durrës. E morën edhe shpunë deri tutje. E kontrolluan. Kontrolluan ushtarët aty, në veshur ata. Po? Edhe mbajtëm atë, sigurisht, orizin e morën asasi punë e tyre, e mori me qeu, tha, ky emër, tha, ky... Ambasadori. Dikush thoshte të tha emër, dikush thoshte të tha ambasadori, që më thonë, këta na lipëcën neve. Këta na duan, këta ambasadori. Këta na duan, tha. E mbyllën gojën e Reizi, me gjithë tjerë. Nesi Nase. Foto tjetër? Ashtu, po, Nesi Nase, Po? Nesi Nase pasaj, të thajme dhe këta, diçka bëri. Po, diçka ja ben. Do ta pyes pasaj ata. Tani, nga Algjeria ju u emërua në Vietnam. Ktu është një foto, Enver Hoxha ka pritur ambasadorin e Republikës Socialiste të Vietnamit. Enver Hoxha me ambasadorin e Vietnamit, Reis Ismailile dhe Ramiz Alia. Tani, si ishte Reis Ismailile? Cili? Reis Ismailile, si ishte? Ishte Savens. Po si ishte si se u bë? Ishte ministro. Në këtë moment ishte ministër pra? Ishte hequr, po, ishte hequr ai. Ishte ministr. Si ishte? Ministr. Jo, me i mirë, ai ky patardo dhe në Algjeri. Erdhi dhe në Algjeri. Sigurisht ai ministr. Ishte ndaj meje edhe në njohërit. Po njohëri luftës s'kishte, po në njohëri studishte, s'kishte liceun atë, s'kishte mbaruar. Reisi, e? Uro? Reis Ismailile. Ja. Edhe i tjetër të dy të Korçës kishin mbaruar ata. Liceun artistik të Korçës. Liceun artistik. Ju e manit kështu Reis Ismailile si mu ishe jashtëzakonshëm. Edhe edhe Reis Ismailile e dëdoan atë, kritikuan, me keqja dëgjova në një vend, se do so vishë të zë, 2 njerëz të sigurimit ata. Thoj këtë, ti të lash të thosh këtë, unë të them këtë, që ai të dënohet për Gracka? për atë... Për kë? Nesi Nasën? Nesën. Ja do të pyes për Nesin. Ja ben Nestit se nuk kishte bërë. Foto tjetër? Duhet të jetë foto e Nesi Nasës? Më fal? Po, Nesi Nase. Ky është Nesi Nase. Tani, Nesi Nasën ti thuaj ja bëri sigurim i shtetit. Ja ben. Po çai në zonën kështu si zyrtar? Shiko, ai kishte vajtur në Amerikë një herë dhe... Ja, këtu në OKB. Po, vite gjithmonë pasi, edhe nuk e di se si kishin... Ne ka kishte biseduar atë diçka që nuk e di me saktësi. Edhe nuk u tha, po ka trahtuar thash. Ka trahtuar? Fjalë tradhti. Ka tradhti, nuk ka zbatuar ato vendimet e partisë, kështu e zonë se bën. Do të ja bën ata sigurimit. Dhe organizata kështu dhe të tjerët. Po mirë, çfarë dënimi, çfarë pas? Një shoku i tij, jo shoku, po ai vazhdoi ambasador ai shumë i keq. Që e kanë ndihmuar atë, qënda si djalën e tij, ai bëri më keq akoma. Ai e bëri, ai që ndihmoi, a? Ai që ndihmoi. Nga ai që ke bërë të mira? Një maskara. Ai maskara u hodh nga dritarja, s'm kujtohet emër, u hodh nga dritarja e universitetit, ara poshtë, shpëtoi. Dështoi. U bë ambasador? U mbaroi universitetin edhe u bë ambasador. Ambasador për... Dhe ai e bëri ti. Foto tjetër? Tani çdo e ti në Vietnam, nga s'ka pari, nga Shqipëria në Vietnam. 10.000 kilometra larg. 10.000 kilometra, ha? Kisha pjesa e Veriut, ishte pjesë pasaj kur vajta unë u bashkuar. Vietnami. E përbashkuar ishte. Tani, si ishe Vietnami mbas luftës? Se ti ke shkuar mbas luftës. Mbas luftës. Si ishte Vietnami? Shiko, varfëria kështu, ishte po, jo, varfëri në kuptimin si që kemi ne, varfëri. Jo se kishte nuk u shkesh. Ata u shkjen me oris, me një pjatë oris kalonin dikën. Dhe kishte shumica e madhe njerëzit, po kishte zhvillim. Po ta marrësh nga pikpamja armiqësore, këta kishin armiqësi me Kinën.
Se Kina kishe interesa territoriale aty, ajo pjesa lartë. Edhe në ujë kishte interes. Edhe kishin edhe luftë, goditje, vrasje, këto. Tani ti... Edhe bëhe shumë, thoshin shumë raste që pyesnin shqiptarin, ambasadorët, se ajo punë është, unë grita sot me këtë ambasador, me filan ambasador, fitur ambasador, ditë për ditë, s'kishe punë tjetër. S'kishe, në do që rrjeni, po dojtë informacione i qendra. Pyesni, ka ardhur njeri italiani, ka pyetër, Rumuni, ka pyetër, po kjo. Se ne vajtë njohëm Kambodgjën. U habitën tjerë, pse njohëm Kambodgjën. Do më thane, merë me veprimtari politike. Tani, një kanë ardhur delegacione, me 10 delegacione kanë ardhur, është shkëmbyrë. Drita, që thojti drita këtu, ajo ka qenë një generale, e ke para të një fotografi aty, ka qenë një generale e ushtrisë të Vietnamit, është dërguar e në organizatë grasë tonë. Jo kjo, Okej, foto tjetër se ndoshta e kemi këtu? Ndoshta? Jo, ja, kjo është edhe njërë arta e botës nga Shqipëria në Vietnam. Tani një pyetje kam unë. Ti sot, si mendon, ishte drejta e lufta e Amerikës në Vietnam apo jo? Gabim? Gabim? Gabim. Pse? Çdo të Amerika në Vietnam. Po sepse do përhape komunizmi. E godiste atje që të mos përhape komunizmi. Do vrasë vetë. Tjetër. Jo, nuk. Jo, me atë vrasje, me atë shkatrim, edhe u shkatrua, edhe Amerika u shkatrua, edhe u mund Amerika, edhe Franca u mund. Në Vietnam? Edhe Franca. Djetë bjen fu, e kam atë dalat e 10 fotografikat. Djetë bjen fu, u mund Franca me qintet sa me ushtar, u kapën në ropë me ndihmën kineze. Vietnami fitoi me Amerikën. Fitoi. Fitoi, ë? Fitoi. Po pse fitoi? Si arriti të fitoi? Një vend i vogël ka qenë një superfuqi. Pati edhe Rusia, ndihmoi Rusi. E ndihmoi Rusi, ë? Të tërë, Peru, Katyushka, të Rusi, po Kina? Nga Vietnami. Nga Rusia? Po Kina e ndihmoi? Kia... Tani, Shqipëria kishte rol në këtë, shkuan atje, kanë shkuar disa ushtarakë atje? Shiko, ata vajtën ushtarakë për të marrë eksperiencë. Në Vietnam? Ata ishin gjatë kohës kur ishit ju, apo kur ishte gjatë luftës? Jo, që gjatë luftës. Gjatë luftës, në Vietnam. Ka qenë dhe Ismail Kadare në Vietnam? Thonë. Ti s'digje? Unë s'digje. Vietnami thoshte bile dhe presidenti. Dhe këj presidenti, se i presidenti i keqë. I keqë? I tonë, shumë i keqë. Vietnami thoshte, çfarë keni nevojë ju për prodhimet amerikane, i marrim ne dhe ju japim juve. Thoshte ty? Po. Ç'a thua? Po, dhe kur ka vajtur presidenti. Morë ty që? Kur ka vajtur presidenti. Ynë? A Gjilleshi? Jo. Zëvendës presidenti Amerikan, e bera një hile unë aty. Qa hile? Se dhe hile kam bera aty. Ke bërë dhe hile? Për kokëtime. Po mirë. Qa hile ishte kjo? Hile e bardhë? Hile e bardhë? E bardhë. E bardhë. Eftova të vindë në Shqipëri. Kë? Zëvendës kryeministrin e Vietnamit. Jo atë Famandogon, po ja huma e bërë. Ska problem. Eftova, si thash, dëshiron, kishe shumë ardhene të mira, a i bete sërvitje, edhe unë benja delja në atë, të hoshim, ja e mirë, këto e këto. A do vëshë Shqipëri? Shikoj, a do bësh vizitë Shqipëri, ta shikoj Shqipëri, Tiranë. Mirë. Po? Qa ndodhi? Ministri Gëzanskë Ministri dëshiron të shkoj të vë në Shqipëri, për njeri Tiranës. Dërgova unë këtej. Ambasada e tyre nuk ditë një gjë. Se do të ditë ambasada e tyre, së është e vërtet? Ma tharë, ma po, se ishke pun? Ore, ti përgjigjë kësaj. Erdhi e shkurt po e them, ka vajtur
ishte vdekur Enver Hoxha, ka vajtur takoj në Xhamia Hoxhën. Po? Moj nen, fjallën nen përdori. Me një përullje, Po? ishte për gjysmë një këshu. Po? Po mbaroj këtë që je duke, se pasaj do ta komentojmë këtë. Ka me përpara. Ky ishte sëmurë që ky vajte. Unë vajta më vëllë. Po? Bëzuri në Xhamia për shpatla, për kara, më përqafoj fort. Se e ditë se kësha shpenur. Ndiva kënaqësi. U gëzua në Xhamia? U gëzua, e foli për Enver Hoxhën, e foli mirë, e foli për këta, e foli ti, e kështu, e foli fjatë mirë, në gjuhën e vetë, Po? e për këthejt, e për këthysti. Po? Edhe ajo u bë malë, si thash, më kujtojt kjo punë. Unë erdha për të parë se me ka ishte vajza e fijarë. E se që vajzën tuti, vajzën madhe. Vajta për halin tim unë. E kuptova. Kur mora vesh që kush ishte, vajta, u kthea, i thash dritës, drita më thoshtë, fol, qa të tha? I thash unë, shpirti nuk a di po si filani, ajo oje saj. Okej. Tani, kemi një foto këtu Enver Hoxha, Mehmet Çeu dhe Joao Amazona. Tani, si ishte Enver Hoxha për ty? Shiko, njerëzit janë të parë i që ndihet, po, shiko, ajo periudhë ka qenë, unë para se të vija, lexova i qikës. Lexova dhe që ka thëtë Stalini për Shqipërinë. Si e kam mësuar Stalini Enver Hoxhën. Lexova, në ato të shkrimet që kam, për të patur një ide, lexova nga të shkrimet, lexova dhe për qa ka thënë për Enver Hoxhën. E kanë burur, vetë Amerikanë. Jo, qa thua ti? Unë, ka një njëri madhë. I madhë, ha? Nadhër Enver Hoxhën. Ti je enverist? Le të thonë këta. Ti je enverist? Shiko, çdo njeri ka të mete. Enverin e futën në të meta. Ai nuk mbajti besnikët. Besnikët ju bën tradhtare, trahtoje me Çeu. S'kish pse të vritet me Çeu. Mehmetin ja ku e ke. Enverin e takoi ndonjëherë? Enveri ka qenë i lartë. Unë s'jam takuar me Enverin. Asnjëherë. Po me Mehmetin? Me atë jo. As me Mehmetin? Do të më takor shumë me rastim, po jo më të kepi. Po e Mehmetin si ishte? Ishte tradhtar? Tradhtar jo. Jo. Ishte në natyrë të tia ishte kjo që të bënte ndryshime. Socializm, hajde u hipi deri, më hipi mendja mbi kokë dhe mbaroi. Ata vranë veten. E vran apo vrau veten? Ka vranë veten, e vriste veten. E vriste veten. Po. Foto tjetër. Mehmetin me Mao Zedongin. Tani marrën me Kinën si ishte, se ti ishe në Vietnam, po Kinën e kisha ty? Ky është Mao me Mehmetin në vizitë në Kinë, në Pekin. Po. Tani ishte prishja e marrëdhënieve me Kinës ajo që shkatërroi Shqipërinë? Mërshme. Kur mora vesh, kam zbritur nga avioni edhe më tha filani, prishje me Kinën, më ka ardhur keq, më ka themur. Po ti the pra të Enverin pra, thoj njëri i madh, si ishte njëri i madh kur prish marrëdhënie me Kinën? Po çështë po prishesh me Kinën, prishesh mos po gabimër të po prishesh me Kinën. Po bë gabimër. E po për këtë e bëm, po i lëmë një gabimet. Se gabimet, si s'ka patur. Çdo njeri ka, po ai i teprojnë gabimet. Nuk prishesh me Kinën. Kina na ndihmoi. Na prishi rusi, na dolli rusi, dolli Kina. Dhe tërë ato titër centralet me ekonominë, fali gjithë ato të kredije. I kam lexuar sot për drejtë. Zbrite nga avioni kur të thanë? Urdhë? Zbrite nga avioni kur të thanë? Kur zbrita ma tha, për njëre ma tha. Qartë fletë shumë. E mbaj mend kur kam vajtur, edhe ishte mbledhur diplomatët në atë dhe më pyetën për çka ka ndodhur, pse ka ndodhur, më ka rënë pika.
Foto tjetër. Tani, këtu drita jeni në Vietnam? Kjo ishte dhe po, jo, ka ardhur kjo vietnamezja, ajo vietnamezja, Po? edhe kjo vietnamezja është, ka me dritën. Këtu në Tiranë apo atje? Avash. Në Tiranë, në Vietnam. Këtu në Vietnam, në Hanoi. Ajo ishte generale. Ajo ishte generale, Ky ishte generale vietnameze. Ne generale. Kishte luftuar luftë me amerikanët? Ishte iku në ka veriu në jug. Qa thua? Edhe ishte bërë heroinë. Heroine, si quhet? Mbaj mend emrin? Më fal. Po jo, edhe 20 vjeç ishte ti se mbaj mend emrin, po. Heroin. Dhe u prishin edhe tek ne diçka luajti, sepse erdhi zëvendës ministri i Vietnamit, jo ai që të kanë dërguar unë, erdhi edhe tha që, ose ai masvej makari, tjetër, erdhi dhe kërkoi lidhje me Kinën. Aq deshën tonët. Edhe i tha Spartaku, atë ministrit, zëvendës ministrit, bisedojmë çik bashkë. Po ta bisedojmë vetëm, jo veç. Ai e lidhi aty. Foli tha. Marrëdhëniet me Bashkimin Sovjetik, i foli për marrëdhëniet me Bashkimin. Maskara i tha. Okej, tani kjo ishte e përzur. U prishin marrëdhëniet. Erdhi kjo. E bën ftesë kësaj. Kjo ishte generale, Po. Erdhi në Tiranë. Erdhi në Tiranë, në shtëpinë ushtarake, në shkollën e bashkuara, foli e bëre. Sa amerikan kishte vrarë kjo? Urdhë? Sa amerikan kishte vrarë kjo? Nuk e di. Foto tjetër. Neve me Amerikën atërës ishim. Tani këtu ku je këtu? Në Laos. Se mbuloj edhe të tjerat, ë? Mbuloj edhe disa shtete tjera. Po. Jo rezident. Po. Këtu kam e qenë në Laos, ja pas ka shkollon e të Laos, ja jeti, edhe këta janë të Laosit, të Laosit e të tjerë, që ishë festë kombëtare. Festa kombëtare. Po, foto tjetër. Ti kalojmë pak shpejt, se jemi në limit. Këtu me dritën ku jeni? Në Vietnam? Vietnam. Ato varrezat e ushtarëve? Po është monument. Si që janë, jo si që janë të qetë, po si që janë me kamet. Me kamet, po. Foto tjetër? Këtu në ambasadë? Ambasadë, të këtë dalë. Sa e kishe personeli? 9 veta. Ju 2? 2 dhe farmacisti, shifranti edhe shoferi edhe 2 tjere. Ajte. Patët ndonjë problem ndonjëherë në ambasadë, ndonjë diçka? Ka shumë. Po pse? Ka qenë zonja kjo. Gruaja. Po pse çfarë bëri? I rregullonte gruat. Po pse çfarë problemi kishit ju? Po problemi dhe ishë, më thak shumë, më thak shtu. Më thak këta. Po të bëshë 2, po i treti e prishte. 2 beni si benin. Po të futesh e treta oj treti, do të prishesh muhabetit. Ka thënë kështu, s'ka thënë ashtu. Vajti edhe mori në vend ta merrte 50 cent e mori 100. 100 edhe i tha 50, 50 që në mbajti. Si e mbajti? Jo këtë mbajti, jo. Tani, Maxhum Peka, paraardhësi juaj ambasador në Vietnam, ka thënë për ju. Surja Laze, ambasadori i Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë në Algjeri, dha kontribut të shquar në zhvillimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Marrëdhënie që gjithnjë janë konsideruar miqësore, edhe për mbështetjen që i pat dhënë qeveria jon luftës së popullit algjerian për pavarësi. Veprimtaria e ambasadës në ato vite në rritjen e shkëmbimeve midis dy vendeve në fusha të ndryshme. Algjerinë vizituan delegacione shkrimtarësh, veteranëve etj. Shkrimtarë dhe poetë algjerian ishin të mirëpritur nga ambasadori të veçantë dhe ai si poet, adhuronte poetin Migjeni. Veprimtaria e ambasadës në propagandimin e vendit tonë ka qenë veçantë. Filma shqiptare shfaqin jo vetëm në ambasadë, por edhe në universitete, qendra etj. Roli i ambasadorit në marrëvajtjen e veprimtarisë ishte gjithnjë i ndjeshëm. Çfarë do të thosh Maxhum Pekës? Mirë ka folur. Po jo, më mirë s'ka? Mirë ka folur. Ti do ta falenderosh besoj? Luko, jo, faleminderit po si. E ke njohur Maxhum? E kam njohur por si. Po nuk rasti më ka rënë, po mirë ka folur, edhe shumë mirë, se ne marrëdhënie për plasë nuk kemi patur në një. Ishin që ka i si qanë veriorët, po. Ma ishi but, ku ishte i kështu? Jo. Foto tjetër. Jo. A i Xhaxhaj Qimpekës, ai kolegu tim Qimpeka, e di këtë besoj. Pse e bërë ashtu për Qimpekën?
Sa e bukur Po kjo. lero tani. Po sa e bukur kjo. Tani këtu, Se bën na tregon edhe. këtu ku je këtu? Me Kim Oh. Hung. Çe ishte ky? O Shimini. Ho Chi Minh ky, ë? Sekretari i parë i Vietnamit, ë? Jo, deja hoja. Po. Kam vajtë 6 herë më ka takuar. Edhe kur i dikjen me Roxha erdhi. Erdhi këtu, ë? Erdhi në Në ambasadë, erdhi se ju bët pritje ngushëllime, ë? Unë ke një vajtje veçanta ajo se po mos do të vazhdonim shumë pastaj, unë kam morë thera mund të vazhdoj kështu. Para se të vija unë, kishte ardhur ai Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Po? Edhe Enver Hoxha ishte pa qef. Ishte muraj. Edhe kishte pritur këta. Ishte për qefi atje. E kishte pritur në zyrën veri, ë? Pasur. Vajta unë atje, zbraza fjalët. Që më vinte? Për të bërë qefin. Atje. I shkruan ky Enver Hoxha. I shkruan Enver Hoxha për ty, ë? Për sigurisht me fjalët e ambasadorit të ri. Ju kthehen Enver Hoxha pasaj atje bashkë. Edhe u bën morë të përpjetën orë. Po pse ishe Nga pak fjalësh. tani ta quajtë gabim këtë? Jo, ato ashtu ishte vërteta. Sepse Enver Hoxha e priti. Edhe tha fjalët e mira për ata që e priti, sepse ishin marrë dhe me Kinën. Po. Po dhe me Rusin do të rushje. Rusin ai nuk do të vazhdonte, le të vazhdonte se kishte ndërsh, se nuk e që bën, po me Kinën ta hashin me Kinën. E kuptova. Foto tjetër? Këtu ku je? Me dritën? Marrëveshje. E marrëveshje, kështu ekonomike. Kjo drita edhe ata marrëveshje ekonomike shkruan. Shumë herë. Foto tjetër? E njëjta. Foto tjetër? Po këtu? Ke mbjellur në një lule atje? Në Vietnam, ë? Po, kam bjellë vetë ata. Edhe, sikur e panë me shtova, në ta e miqësisë. E pe me miqësisë. E pe me miqësisë. Lule miqësisë që nga e fare. E një farë për i gati. Foto tjetër? Po këtu ku jeni? Drita. Diku ka qenë drita, edhe e shoqëronin ata tjerë të kështu. Vietnamez ata. Se të afronin kështu. Ta afroshin, ë? Shikonin ndonjë që nuk ishte vietnamez? Do me thënë, po të silë që e mirë, Foto tjetër? Për qafonin e këto edhe havash e afronin tjere të kështu. Ky kush është? Ai me Ho Chi Minh në tjetër lloj takimi. Se kur është bërë kjo, nuk e di. Po. Foto tjetër? Tani këtu është një kërkesë nga Vietnami që ti të dekoroshe. Po, bën. E bën ata, Po? s'u tha njeri e, po e bën. Po? Hanoi 20 shkurt 1989. Para 89 në erdha unë. Po? Ja dërguam, ne? Po? Edhe ata thamë, nuk e kemi në të tërdit. Të dekoroj. Se kemi U mërzite? Ura? U mërzite ti? Po fundet ata e bën akti. E bën. Foto tjetër? Këta dy libra. Niprit. Domethënë fëmijët e Ermirës. Mirës. Ermirës. Mirës. Ku jetojnë? Që të flasë, nuk bërë se... Jo, ku jetojnë fëmijët? Çunat. I kemi ndihmuar. Dëgjo. Miliona. Se them dot. Okej. Po, dhe këta jetojnë në... ata janë të dy, edhe bursë, edhe me... në Denmark. Në Danimark. Okej. Foto tjetër? Ai i madhe, kështë i foto. Kemi foto tjetër. Tani, një pyetje kam. Po mirë, po fëmijët ku i mbahet ti? Ja, këtu ke një foto. Ku jenda me Albani? Atje, në Algjeri. Po kur u rritën? Ura? Kur u rritën më shumë se 7 vjeç.
Ashtu beri shkollën atje, jo, jam mësu. Albani? Jo, vajza. Vajza, ku enda? Beri klasë 3 vazhdoj këtu. Po si e bëri shkollën atje? I dha mësim drita? I dha mësim drita? Drita, ne, drita. Jo, një e kjo në shkollë, si e... Va provim, edhe. Me provim. Në aritmetik, në leximin, në këto, është mirë. Vazhdoj vitën e 4. Jo, ka dytën, të parin, dytën, tretën, vazhdoj. Përse Vietnami donte që ne të vendosim përsëri marrëdhënie me Bashkimin Sovjetik? Po tani ata e kishin kështu, e kishin edhe shtyte nga Bashkimi Sovjetik. A e nxisin ata, ha? E kishin. Po pse donin ju thoshin juve që të vendosim përsëri marrëdhëniet, ha? Wow. Ti njoftoi qendrën? Shiko, ai ka thënë, jo, nuk më ka thënë njeri atë. Po që ata E donin. E donin atë, sepse do të kapnin me Zeun, të kapnin Sarandën, të kapnin Pashalimanin. Tani, Ajo, tha, ai Krushovi, kush ka këtë, ka tërë me Zeun. tani, si isha historia që në Vietnam bën edhe ekspozitë dhe kishin foto Beqir Ballukun? Ka qenë, e kam parë. Ekspozitë. Ekspozit. Po i fetiv, mos e vër? Ishte përshkatuar? Kishte qenë ai Beqiri në Vietnam. Ata kishin fotografi, është kush është. Ti i thej që ky është përshkatuar? Jo, diçka ka ndryshe. Jo, nuk e di, se që ka thënë Maxhuni, se Maxhuni ishte atje. Ai ishte përpara te. Nuk e di. Po? Po unë, Po? ju tërgova si ishte ky, ka ndodhur një rotacion. Po çfarë bën atë hoqë? Nuk e di. Po ai që donte të përkthente Njeri që më është lutur të më sjellë librin. librin e Mehmetçeut. Ta përkthente. Librin e Mehmetçeut. Edhe i kam thënë që Mehmetçeu është atë që është. Kam ndryshuar, nuk e kam marrë. Se kisha njerëz që... Libri ishte për qëllimin e Tiranës. Jo, diçka e tillë. Po, edhe Okej, kemi ardhur në fund të kësaj interviste. Unë të falenderoj shumë, të jam shumë mirënjohës. 90 vjeçar, me këtë vitalitet, me këtë, po themi, fizik, me këtë gatishmëri dhe me këtë artikulim, unë të rralla i kam këtë lloj intervistat. Të falenderoj shumë, ambasador Surja Laze. Ore, faleminderit shumë. Unë të faleminderit. Je i ndershëm, nga familje ndershme. Më pëlqen që je babai i djalit tënd. I Frenkit dhe djali i Rufetit. Më pëlqen. Falenderoj shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot, publicitet nga Orlen Çafoku, mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.